Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë që menjëherë pasi keni ngrënë drekën ose darkën të ndiheni të përgjumur, pa energji dhe me dëshirën e vetme për të ushtrirë ose për të bërë një sy gjomë? Ndoshta keni përjetuar në punë, në shkollë ose në shtëpi. Hani një vakt të mirë dhe vetëm pak kohë më vonë filloni të ndiheni të lodhur dhe sikur energjia juaj është dukur papritur. Shumë njerëz mendojnë se kjo është krejtësisht normale, ndërsa të tjerë shqetësohen se mund të jenë shenjë ndonjë problemi shëndetësor. Por çfarë ndodh realisht në organizmin ton pas ngrënies? Pse disa njerëz ndihen plot energji, ndërsa të tjerët mendzi mbajnë syt hapur? Në këtë video do të shpjegojmë pse ndodh përgjumje pas ushqimit, cilët faktorë mund të ndikojnë, cilat ushqime mund ta përkeçojnë këtë ndjesi dhe kur përgjumja pas ngrënies mund të jetë një sinjal që nuk duhet injoruar. Çfarë ndodh në trup pas ngrënies? Për të kuptuar pse ndihemi të përgjumur, duhet të kuptojmë fillimisht se çfarë ndodh gjatë tretjes. Kur ham, organizmi fillon një proces kompleks për të tretur ushqimin dhe për të përthithur lëndët ushqyese. Për këtë proces nevojitet energji dhe një pjesë më e madhe e qarkullimit të gjakut përqendrohet në sistemin tretës. Ndërkohë trupi aktivizon sistemin nervor që lidhet me relaksimin dhe tretjen. Kjo është arsyeja pse pas një vakti të madh shumë njerëz ndihen më të qetë, më të relaksuar dhe ndonjëherë edhe të përgjumur. Në një farë mënyre organizmi po përpiqet të përqendrojë burimet e tij në tretjen e ushqimit. Vaktet e mëdha dhe të rënda. Një nga arsyet më të zakonshme të përgjumjes pas ngrënies është sasia e ushqimit. Sa më i madh të jetë vakti, aq më shumë punë duhet të bëjë sistemi tretës. Një drekë ose darkë shumë e bollshme mund të bëjë organizmin të fokusohet më shumë në tretje, duke krijuar ndjesinë e lodhjes dhe mungesës së energjisë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen më të rënduar pas vakteve të mëdha, sesa pas vakteve më të lehta dhe të balancuara. Roli i karbohidrateve. Një faktor tjetër i rëndësishëm janë karbohidratet. Kur konsumojmë sasi të mëdha ushqimesh të pasura me karbohidrate të rafinuara, si buka e bardhë, ëmbëlsirat, pijet me shumë sheqer apo brumrat e përpunuar, niveli i sheqerit në gjak mund të rritet shpejt. Si përgjigje, organizmi prodhon insulin për të ulur atë nivel. Tek disa persona, kjo luhatje e shpejt mund të shoqërohet me ndjenjë lodhje, mungesë përqendrimi dhe përgjumje pas vaktit. Prandaj jo vetëm sasia e ushqimit, por edhe lloji i tij mund të ndikojë në mënyrën se si ndiheni më pas. Ushqimet që mund të nxisin përgjumjen. Disa ushqime përmbajnë substanca që lidhen me prodhimin e hormoneve dhe neurotransmetuesve që ndikojnë në gjomë. Për shembull, ushqimet e pasura me proteina dhe disa aminoacide mund të ndikojnë në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, substanca që lidhen me relaksimin dhe ciklin e gjumit. Megjithatë, zakonisht nuk është një ushqim i vetëm që shkakton përgjumjen. Për kombinimi i sasisë së ushqimit, përbërjes së vaktit dhe karakteristikave individuale të personit. Ora e ditës ka rëndësi. Interesante është se përgjumja pas ngrënies nuk lidhet gjithmonë vetëm me ushqimin. Shumë njerëz përjetojnë një rënje natyrale të energjisë gjatë orëve të pasdites. Nëse kjo periudhë përkon me kohën e drekës, ndjesia e lodhjes mund të bëhet edhe më e fortë. Kjo do të thotë se ndonjëherë nuk është vetëm vakti që ju bën të përgjumur, por edhe ritmi natyror biologjik i trupit. Mungesa e gjumit mund ta përkeçojë situatën. Nëse nuk keni fjetur mjaftueshëm gjatë natës, organizmi juaj tashmë është duke luftuar me lodhjen. Në këtë situatë, një vakt i madh mund ta bëjë përgjumjen edhe më të dukshme. Shumë njerëz që flen më pak raportojnë se ndihen shumë më të lodhur pas ngrënies krahasuar me ata që kanë bërë një gjumë cilësor. Për këtë arsye ndonjëherë problemi nuk qëndron te ushqimi, por te mungesa e pushimit. Kur mund të jetë shenjë një problemi shëndetësor? Në shumicën e rasteve, një shkallë e lehtë përgjumje pas ushqimit është normale. Megjithatë, nëse lodhja është e fortë, e vazhdueshme ose shoqërohet me simptoma të tjera, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me një profesionist shëndetësor. Disa gjendje si diabeti, rregullimet e sheqerit në gjak, problemet hormonale ose rregullimet të caktuara të gjumit mund të kontribuojnë në lodhje të theksuar pas vakteve. Prandaj, nëse kjo ndjesi po ndikon vazhdimisht në jetën tuaj të përditshme, ja vlen të kërkoni një vlerësim mjekësor. Si mund ta reduktoni përgjumjen pas ushqimit? Ngrënia e vakteve më të balancuara, shmangja e porcioneve shumë të mëdha, kufizimi i sheqernave të rafinuara dhe aktiviteti i lehtë fizik pas ngrënies mund të bëjnë një ndryshim shumë të madh. Edhe një ecje e shkurtër pas drekës mund të ndihmojë organizmin të ndihet më energjik dhe të përmirësojë tretjen.
Paq i rëndësishëm është edhe gjumi cilësor gjatë natës, sepse një trup i pushuar e menaxhon më mirë energjinë gjatë ditës. Përgjumja pas ushqimit është një fenomen shumë i zakonshëm dhe në shumicën e rasteve lidhet me procesin normal të tretjes, matësinë e vaktit, llojin e ushqimit dhe ritmin biologjik të organizmit. Megjithatë, nëse kjo ndodh vazhdimisht ose është shumë e theksuar, mund të jetë e nevojshme të kërkoni këshill mjekësore për të përjashtuar probleme të tjera shëndetësore. Të kuptuarit e mënyrës se si trupi juaj reagon ndaj ushqimit është një hap i rëndësishëm drejt një shëndeti më të mirë dhe një niveli më të lartë energjie gjatë ditës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.